Bota i dha lamtumirën e fundit Papa Franceskut, zërit më të fuqishëm të paqes. Mbi 250.000 besimtar nga shtetet ndryshme ishin të pranishëm në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, ndërsa milionat të tjerë dynden në një rallë të gjatë në rrugët e Romës. Gjithashtu edhe 10 lider udhëheqës shtetesh, duke përfshirë presidentin amerikan Donald Trump në udhëtimin e tij të parë jashtë vendit që prej marrjes së detyrës, liderin Ukrainas Vladimir Zelensky, presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, 10 monarke shumë të tjerë morën pjesë në meshën dhe lamtumirën e fundit për atin e shenjtë. Shërbesa fetare në Bazilikën e Shën Pjetrit u hoq nga dekani i Kolegjit të Kardinalëve, Kardinali Giovanni Battista Re. Nella quale Papa Francesco. Shpërthimi i dashurisë që kemi dëshmuar ditët e fundit pas kalimit të tij nga kjo botë në përjetësi na tregon sa shumë ndikoi papati i thellë i Papës Francesku në mendjet dhe zemrat e njerëzve. Pavarësisht bështësisë dhe vuajtjeve të tij të fundit, Papa Francesku zodhi të ndiqte këtë rrugë deri në ditën e fundit të jetës së tij toksore. Ai ndoqi gjurmët e Zotit të tij, bariu të mirë, i cili i deshi deret e tij deri në atë pikë sa dha jetën për to dhe e bëri këtë me forcë dhe qetësi pranë kopesë së tij, kishës së Zotit. Të ndërtojmë ura dhe jo mure është një thirrje që ai e ka përsëritur shpesh dhe shërbimi i besimit si pasardhës i apostullit Pjetër ka qenë gjithmonë i lidhur me shërbimin ndaj njeriut në të gjitha dimensionet e tij. Në bashkësi shpirtërore me të gjithë krishterimin, jemi këtu në numër të madh për të lutur për Papa Franceskun, që Zoti ta pranojë atë në pafundësinë e dashurisë së tij. Papa Francesku kishte zakon ta përfundonte çdo fjalim dhe takimet duke thënë: "Mos e harroni të luteni për mua, i dashur Papa Francesku. Tani ne kërkojmë prej teje që të lutesh për ne dhe që nga qielli të bekosh kishën, të bekosh Romën, të bekosh tërë popujt, ashtu siç ke bërë të dielën e kaluar nga balkoni i kësaj bazilike me një përqafim të fundit me të gjithë popullin e Zotit, por gjithashtu në mënyrë ideale, edhe me njerëzimin që kërkon të vërtetën në zemër, të sinqertë dhe mban lart flakadanin e shpresës." Pas meshës mortore, Arkëmorti ka mbërritur në kishën Santa Maria Maggiore, aty ku u pre trupi pa jeti atit të shenjtë. Procesioni pasi u largua nga Vatikani ndoqi një rrugë 6 kilometër mbi lumin Tiber, më pas ai kaloi përmes Romës shëndrore në Piazza Venezia pranë Koloseut përpara se të kthehej në veri për të mbërritur në Santa Maria Maggiore. Kjo shënon fillimin e një periudhe 9 ditore të quajtur Novemdiales, me një meshë shëmba çdo ditë në kujtim të Papës. Ati i shenjtë Francesku ndroi jetë në moshën 88 vjeçare gjatë festës së Pashkëve dhe do të mbahet mend si njeriu që mbrojti me çdo kusht emigrantët, të varfrit dhe për përpjekjet e tij për të riformuar kishën katolike. Francesku do të bëhet papa i parë në më shumë se 3 shekuj që u varros në Santa Maria Maggiore. Ai ishte një papi shumë të parëve, ishte papa i parë i Amerikës Latine, i pari i rendit jezuit dhe i pari papi ditëve moderne i lindur jashtë Europës. I zgjedhur në vitin 2013 si një kandidat i jashtëm nga Argentina, Francesku vazhdoi të çonte në reforma progresive, duke përfshirë promovimin e roleve të grave në kishë.